Tun gjatë tjetër uroj të jeni mirë, dashur miq, sot do të flasim për një temë shumë të nxehtë e cila ka angazhuar gjithë shqiptarët, i ka bërë ata të merren me thashethemet, merren me të vërtetat, merren me hipoteza. Çfarë e ka nxirr syrin e Belinda Ballukut? Unë do t'ju tregoj sot cilët janë skenarët pas kësaj dhe cilët janë skenarët e marrëveshjeve të mëdha që bashkojnë Ramën me Berishën. Përse Rama dhe Berisha janë duke u bashkuar me njëri tjetrin, përse janë duke gjetur dakordsi me njëri tjetrin për kodin zgjedhor, për reformën territoriale, çfarë fshihet pas gjithë kësaj, ku qëndron dhe ku fshihet lepuri, cilët janë të gjithë skenarët e nxirrjes së syrit të Belës, së korrupsionit dhe çfarë po luan Edi Rama, si po ndryshon rajoni e kështu me radhë. Ka zhvillime të mëdha të cilat ju i kuptoni, janë duke ardhur stuhi të mëdha në drejtim të rajonit Ballkanit, bota po lëviz me shpejtësi dhe këtu do të ketë zhvillime të frikshme, të tmerrshme, ndaj është shumë e rëndësishme që të kuptojmë se çfarë është duke ndodhur në kulisa përtej asaj që sheh syri i lirë. Do t'ju kërkoj ndjes sot nëse do të ketë ndonjë zhurmë të lehtë e cila vjen nga jashtë sepse është pranë zyrës tonë, pallati ngjitur është janë duke u kryer disa punime, shpresoj që zëri, pavarësisht se ne këtu kemi marrë masat që të ketë akustik, shpresoj që ndonjë zëri i lehtë që vjen nga jashtë mos ju bezdis dhe mos ju shqetësoj. Atëherë, është duke u folur, të gjitha mediat ju e dini që i kontrollojnë këta, të gjithë narrativën e kontrollojnë këta, është duke u folur se çfarë është ky syri i nxirr, kush e ka rrahur Belinda Ballukun, është rrahur, ka rënë, është rrëzuar, ka vënë makiazh, ka hipoteza nga më të ndryshmet, e ka rrahur Rama, e ka rrahur krimi i organizuar, kush mund ta ketë rrahur, si qëndron Berisha pas kësaj skene, pas kësaj skeme, pas këtyre zhvillimeve të mëdha, ç'është kjo puqje e Berishës me Ramën për senatin, për të paksuar, pse Berisha dhe Rama po e paksoi numrin e deputetëve, pse këtu ke shpenzimet e deputetëve ka ngel korrupsioni në Shqipëri, kush është synimi, çfarë loje po luhet me humoristin e Portokallis Binaj, Rama si po godet ai Partinë Socialiste të Tiranës, e cila ishte nën kontrollin e Erion Velis, të cilin e çojnë në burg tashmë po çon Belën, loja e Edi Ramës me Turqinë dhe me hasmin e Turqisë, janë gjëra të mëdha. Si lidhet kjo me Berishën dhe me Ramën, si bashkëpunojnë ata prapa, gjëra të cilat nuk do t'ju shkoqis dikush. Dëgjoni me kujdes kur them bashkëpunimi dhe loja e Ramës me Turqinë dhe me hasmin e Turqisë. Do t'ju shpjegoj tani. Dhe si lidhet Rama, dhe si lidhet Berisha, dhe si lidhet e gjithë kjo loja me Ballukun, me Ankaran, me tynelet, me tenderat, është një lojë e madhe, por duhet i dini ju shumë gjëra, ju shqiptarët e thjesht, sepse nuk ja tregojnë. Nuk ja tregojnë sepse janë bashkë. Fillimisht të shohim skenarët e syrit të nxirr të Belinda Ballukut, do të merremi pak me këtë, sepse është shumë e rëndësishme dhe çfarë ju tregon kjo nga loja e madhe gjeopolitike dhe loja politike që luhet në Shqipëri. Fillimisht, një nga skenarët e syrit të nxirr është, pavarësisht tani do ta marrë Spaku apo nuk do ta marrë Spaku, do ta arrestojnë, do ta mbajnë detyrim paraqitje, arrest shtëpie apo kjo në fakt kjo është një procedurë e cila lidhet me lejen nga kuvendi, sepse Balluku është deputete e Parlamentit të Shqipërisë, për t'ju heqë imunitetin, në fillim duhet merret leje nga parlamenti, për t'u kontrolluar shtëpia duhet marret leje nga parlamenti sepse ka imunitet. Pa shku ke procedurat e arrestimit, do të merremi pak me çështjen e syrit. Ka disa skenar miq. Syri i nxirr bëhet, skenari 1 është që të krijojë në popull simpati. Pasi gjithë populli e urren këtë sekt të ndyrë anti-shqiptar të rilindjes, ata duan të krijojnë një skenë mallëngjimi nëpërmjet të cilës krijohet fotografia apo panorama e Ballukut jo si buldozer i korrupsionit, i krimit dhe i mafjes, por si një grua e dhunuar e cila sigurisht
synon të shndërrohet në një shënjestrim emocional. Shënjestrimi emocional i Belinda Ballukut ka për synim të ngarkesën e urrëties në popull për këtë sekt dhe veçanërisht për këtë të korruptuar që quhet Belinda Balluku, që ka bërë rrush e kumbulla parat e gjithë shqiptarëve. Një sy i nxirr, miqtë e mi të dashur, shndërrohet menjëherë në narrativ viktim. Pra, është gruaja e goditur, nuk është Belinda Balluku baldoza e korrupsionit. Në këtë mënyrë, Belinda Balluku fiton një simpati publike, shton dyshimet tek publiku për komplot kundër saj, ndërton bazën për një mbrojtje morale para hetimeve, dhe ky lloj veprimi përdoret shpesh në politikën e krizës për të devijuar vëmendjen e popullit nga dosjet tek emocionet, sepse në këtë mënyrë populli nuk merret më, nuk përqendrohet më çfarë ka dosja Balluku, por populli përqendrohet kush e rrahu Ballukun. A kuptoni si bëhet transferimi i emocionit kolektiv apo i sensibilitetit kolektiv nga urrëtia për sektin hajdut të rilindjes tek dhëmshuria apo tek viktima për një grua, sepse populli është emocional, populli ka ndjeshmëri dhe sado që të jetë, kur sheh një grua të rrahur apo të keq trajtuar, krijon një lloj dhëmshurie për të, pavarësisht se pjesë e madhe që e kupton lojën, e kupton që është një skeç i madh. Pra, ky është skenari numër 1. Skenari numër 2 është rrahje dhe paralajmërim nga grupet e pushtetit. Ç'është ky paralajmërim nga grupet e pushtetit? Kjo do të thotë që nëse shenja është reale, pra, dhe jo makjazh, nuk e ka bërë me të nxirr vetë, sepse fotoja doli dhe pushtoi të gjitha mediat e Tiranës dhe nuk del rastësisht fotoja. E pas kanë gjetë Belën këta vetë, Bela e ka nxjerr vetë foton. Bela mund ta maskonte, Ballukja mund ta maskonte syrin me syzet errta, mund ta maskonte, ajo e ka nxjerr për konsum. Që do të thotë, e kanë detyruar të nxjerr. Kush ata që ja kanë dhënë goditjen nëse ka patur goditje gjithmonë. Nëse shenja është reale dhe nuk është makjazh, pra, atëherë mund të ketë qenë një mesazh paralajmërues nga segmentet e brendshme të pushtetit. Balluku ka ditur shumë, ka shumë informacion, ka shumë të dhëna, ka shumë është kutia e zezë e parave të shqiptarëve, ka administruar miliarda para. Dhe këtu në këtë moment mesazhi vjen nga grupet pranë pushtetit që shiko, në qoftë se ti do të flasësh apo do të prekësh në të rast të kalbur, fundi yt do të jetë shumë i tmerrshëm. Pra, nëse ajo Belinda Balluku ka tentuar të distancohet për një moment kur i ka ardhur fleta e arrestit, apo fleta e thirrjes, që ajo e din shumë mirë që është flet arresti më mbrapa. Mbani mend ju si u sillte Erion Veliaj kur i erdhi fleta e thirrjes që shkoi dhe tha u takova me kolegët? A e mbani mend se si sillej Erion Veliaj përpara se ta arrestonin? A e mbani mend si tha për Vitri, po nisem për bisedime në Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Në fakt, po shkonte tek lobi grek për të kërkuar ndihmën e fundit. Nga ku ka ardhur edhe Belinda Balluku, ju e dini, ka punuar në Greqi, ka pas qenë kujdestare vilash, bënte punë përpara se të merrej me pushtetin e lartë. Edhe Erion Veliaj, përpara se të arrestohej, kur u nis për në Austri, që e kthyn nga Austria, e kthyn mbrapsht në Shqipëri, ishte para Krishtlindjeve, nëse mbani mend, dhe unë ju thash atëherë që nuk ka ku të shkoj tani për takime, është duke blofuar për tregu që ka lidhje. Një herë e kthyn mbrapsht, herën e dytë shkoi dhe u bë pjesëtar i atij takimi që po bënte lobi grek atje. Ishte një kongresmen grek me lidhje të fuqishme me Donald Trumpin, me shpresën që të gjente ndonjë lloj mbështetje apo me lidhje të forta në departamentin e shtetit.
ju e dini që lobi grek është shumë i fuqishëm në SBA, është ndër lobet më të fuqishme në SBA për bashkë me lobin hebre. Tashmë, Belinda Balluku ka marrë një mesazh në qoftë se ajo ka lënë të kuptohet që ajo do të heqë dorë nga zinxhiri i komandës së grupeve kriminale dhe të pushtetit dhe të rrjetit të saj kriminal, që e ka përdorur atë dhe firmën e saj për të bërë afera miliardëshe, ata i kanë thënë, po hape gojën, do të shkatërohesh. Pra nëse është goditur realisht, është një mesazh mafioz politik njëkohësisht që i vjen për t'i mbyllur gojën dhe për t'i thënë mos guxo të flasësh sepse do të shkatërrojmë. Kjo fillon me nxirje syri, pastaj fillon me shkatërim total. Rilindja është në skenari tret, është goditje nga brenda PS-s. Rilindja është tashmë në krizë të thellë për arsye të hetimeve të SPAK-ut. Edi Rama e kupton që Dumani dhe SPAK-u nuk do të godisnin po të mos kishin presion nga amerikanët. Narrativa e këtyre është që Dumani i shërben Edi Ramës. Unë nuk e di këtë, edhe mund t'i shërbej, nuk jam as pro, as kundër Altin Dumanit, e mbështes atë në parim dhe kemi thënë nëse ja arreston, Allah le bëv Zotin, nëse nuk ja arreston, punon për ata. Tashi, se çfarë bën Altin Dumani, këtë e di ai se çfarë roli ka, çai kanë thënë amerikanët atje kur shkoi. Por Altin Dumani është 1 miliard % e sigurt. Me vullnetin e vet nuk lëviz këtu njëri dosi. Ka presion nga amerikanët. Lëvizjet dhe goditjet e SPAK-ut për Edi Ramën dhe për gjithë çetën e hajdutëve rreth e përçartë është tregues i qartë që Edi Ramës po i bëhet loja që luanim ne në plazh me rërën, ngulnim kallamin sipër rërës edhe hiqnim nga pak rër. Hiq njëri, hiq tjetri, hiq njëri, hiq tjetri, dhe kujt i binte kallamin tok, atëherë ai humbiste lojën. Rama ka mbritur në fundin e rërës, po i hikin të gjithë patericat. Dhe e di shumë mirë që edhe kjo rëra e fundit që ka ngel, ky është maja piramidës. Rëra e fundit që ka ngel dhe që po i hiqet nga themelet, e ka të qartë që është rërë që po i hiqet pushtetit të tij. Ai do të shëmbet gjithmonë nëse ka vullnet për te oqeanit. Më vjen keq populli im i dashur, miqtë mi, ju që më doni dhe ju që më urreni. Ju dhe unë nuk i lëvizim dot, e shoh nga sinjalet. E shoh nga sinjalet që jepni. Nuk jemi të aftë të organizohemi. Nuk bëjmë, kemi nevojë vetëm të bëjmë retorik Facebooku, TikToku, YouTube, bravo të qoftë, ne nuk duam bashkohet. Këtu në këtë vend nuk i dun njerëzit e ndershëm. Ata që i dun janë pak, ose janë të paaft, ose janë gjysma budalleq. Ose janë tinzar. Thot ç'më duhet mu, shoh shtëpinë time, shoh hallin tim, ky kreshniku kush di si i ka rregullu punët e veta, kush e di si i ka shpatullat e ngrohta, kush e di kush e mbështet, se nuk ka mundësi luj menç njeriu të i thot gjërat kaq hapur. Ë? Tani ne jemi të paaft. Këta nuk i rrezon dot njeri sepse është e pamundur t'i rrezosh. Median e kanë ata, Fevziun e kanë ata, Grida Dumën e kanë ata, Topin e kanë ata, Klanin e kanë ata, Report TV-n e kanë ata, të gjithë gazetarët e mbrëmjeve i kanë ata. Miliarda para, euro, investime brenda Shqipërisë, jashtë Shqipërisë, offshore. Praktikisht pa një fuqi të madhe, është e pamundur. Këtë e bën për te oqeanit, nëse ata do lëvizin. Por ata nuk bëjnë gjë falas, ata po duan dhe shohin dhe reagimin e popullit. Unë ja kam thënë, nëse populli nuk lëviz, populli i revoltuar nga kjo bandë kriminale, bipolare, se do t'ju tregoj pse janë bashkë këta tani. Nëse nuk reago populli, nuk është Amerika organizat bamirëse që të vit ju shpëtoj ju. Kuptohet. Çfarë po ndodh? Goditja skenari 3 është goditje nga brenda PS-s. Që do të thotë, Rama është i njohur për përdorimin e krizave të kontrolluara. Një incident i tillë mund të jetë ose një akt ndëshkimi nga njerëz
të afër me kryeministrin për t'i dhënë sinjal Belinda Ballukut se kujdes ke kaluar kufirin, ose një akt ndëshkimi nga njerëz të afër me kryeministrin për t'i dhënë sinjal që ka kalu kufirin, siç u thash, ose një inskenim i dobët për të përgatitur një dalje me dinjitet të Belinda Ballukut. Dalja me dinjitet nga skena do të thotë nëse e arrestojnë, nëse del fleta e arrestit, Edi Rama kujdeset edhe për ngarkesat dhe mesazhin që do t'jap arrestimi i saj nëse arrestohet në një të ardhme. Dhe çfarë thotë? E nxjerrin Belindën me dinjitet duke i futur një të nxirr të syrit. Belinda edhe kur të arrestohet, nuk do të thonë gjithë njerëzit që u arrestua sepse ishte e korruptuar dhe sepse ka vjedh me Edi Rama. Por do të thonë ishte viktim e një lufte të pisët klanesh brenda. Dhe kjo relativizon dëmin e Belinda Ballukut dhe relativizon sulmin dhe agresionin apo urrejtjen popullore që mund të lindë përballë Edi Ramës në këtë rast. Pra. Skenari i katërt është i nxirrjes së syrit, është një presion ndaj Spakut. Si bëhet presioni ndaj Spakut? Duke qenë që Spaku e ka thërritur tani Belinda Ballukut në prokurori dhe i ka thënë merr dhe avokatin me vete, publikimi i menjëhershëm i këtyre fotove ka një qëllim kryesor dhe strategjik që është ne ja po e rrahin Belinda Ballukun njerëzit e pushtetit dhe duan ta sakrifikojnë. Prandaj miqta në Spak, këtë njeriu e rrahur, mos i bini më fort edhe ju, sepse kjo e hëngri pjesën më të madhe të ndëshkimit. Ja po e rrahin. Ja ka nxirr syrin. Një grua e rrahur, një grua që po i nxirret syri. Ju merreni sepse ju duhet ta thërrisni për korrupsion. Po mos i mshoni fort, mos i bëni pyetje të vështira, sepse ajo çfarë e ka për ta hëngrë, ja e hëngri një pjesë të madhe. Është e shkreta duke u bërë viktim e grupeve kriminale, e rrahjes nga brenda pushtetit. Ndaj, ju keni detyrë ta ulni pak këtë. Kjo gjithashtu relativizon dhe zhvendos urrejtjen popullore nga korrupsioni masiv me parat e gjakut dhe të taksave të shqiptarëve, e kalon në një moment tjetër. Loja është e dyfisht psikologjike që mund të ndikojë në opinionin publik pra dhe në organet e hetimit. Skenari 5 sigurisht është i orkestruar nga grupet mafioze ekonomike, të cilat qëndrojnë pas Belinda Ballukut, se ju e dini që Belinda Balluku nuk është në një aset i madh kombëtar, nuk është në një shkencëtare madhe, nuk është në një profesor doktor, në një filozofe madhe për cilën ka nevojë kombi. U a thash, ka pas punu në Greqi, atje pastronte vilat e grekëve, erdhi këtu dyshimi, shkollimi i dyshim, karriera e dyshim, si ka mbrit deri atje nalt, e di Spaku dhe ata për te oqeanit, kush është ambasada që e ka investu, që e ka ngrit aq lart. Mund të jenë grupet kriminale, të cilat janë prapa saj, grupet super mafioze, me cilat ajo është e rrethuar, mund të jenë prapa saj dhe mesazhi është mos guxo të harrosh se kujt i detyrohesh, se kujt i ke borxh për këtë që je dhe për këtë që ke qenë. Ndaj, kur të thërrasin atje tek shtëpia e Tezës, mos guxo të bësh gabime, po pse pikërisht tani? Pse pikërisht tani? Ne jemi në kulmin e hetimeve të Spakut dhe do të bien shumë ministra. Rama është në presion ndërkombëtar për korrupsion masiv, për lidhje me kartelet e drogës, për lidhje me krimin e organizuar dhe për shndërrimin e Shqipërisë në lavatriçe të parave të krimit, siç thot raporti më i fundit i Departamentit Amerikan të Shtetit. Kjo e bën Ballukun si një kokë turku dhe çdo incident fizik apo emocional rreth saj është armë psikologjike për të përgatitur terrenin e kokës së turkut.
Edhe ky është një veprim që ka për qëllim të transferoj të gjithë këtë emocion nga një pikë në pikën tjetër, nga pika e njeriu të korruptuar tek pika e njeriu i cili është një viktim, ose është një njeri që merr mesazh nga krimi dhe mafia, mos guxo të hapësh gojën, mos guxo të dalësh nga zinxhiri i komandimit që të kontrollon, dhe mos guxo të harrosh se kush ka hipur atje lart. Dhe krijimi i klimës për kokë turku brenda Partisë Socialiste dhe tentativa e Edi Ramës për të blerë kohë ndërkombëtare e cila i duhet për t'i shpëtuar furtunës së radhës. Këtu tani do bëjmë një sqarim se si lidhet Rama me Berishën në këtë ekuacion dhe si ata e bashkëpunojnë me njëri tjetrin, pse i duhet njëri tjetrit dhe si e bëjnë, cila është skema e bashkëpunimit të Ramës dhe Berishës. Ju e shihni një dashuri e re ka lindur mes Ramës dhe Berishës për kodin zgjedhor, për reformën territoriale, këtë e bën Oerd Byllykbashi. Ju e dini që Berisha ka në parlament 40 deputet të cilët nuk i ka zgjedh kërkush, vinë nga listat e sigurta, nuk kanë as votat e shtëpisë vet, por ata janë klani i Berishës, të cilët ishin gati të vetë flijoheshin në parlament për t'i nxjerrë syt Altin Dumanit vetëm për të mbrojtur zotërinë e tyre, të cilët i detyrohen karrierën e tyre. Të gjitha ata fytyra që i shihnin parlament nuk kanë as votat e shtëpisë vet. I futi Saliu në listë të sigurt dhe pastaj i çon patronazhistët këtu dhe më thonë mu ti je zari i Ramës. Kuptoni ju? I futi ata në parlament të gjithë, i ka siguru karrierën, i ka siguru bizneset dhe ata janë gati të theren dhe të vetë flijohen që Berisha të sundoj bashkë me padronin e tij Edi Ramën. Pra, Rama është i punësuar ke Berisha, nuk është Rama padroni, është Berisha padroni i vërtet, pavarësisht se këto ju a tregojnë ju. Po si i kuptojnë këto kreshnik? I pyetur nga gazetarët, zoti Berisha ka thënë sot që ç'ne ti o Berish që do na ulesh dhe do na takohesh me Ramën për kodin zgjedhor për reformën territoriale. Berisha tha, nuk do takohem unë, tha. Unë nuk takohem me krimin, tha. Do takohet zëvendësi im, tha, i deleguar im. Pra, Berisha nuk e ka më problem të tallë veglat me gjithë shqiptarët, sepse e di që ky popull është i kapur, është peng, nuk ka nga t'ja mbaj. Loja kontrollohet nga Rama dhe Berisha. Populli është dele dhe nuk ka nga t'ja mbaj, s'ka fuqi. Populli edhe kur do me reflektu, vje i bje kreshnikut, vje i bje hallkave më të dopta. Qa duhet tyre, qa bot tyre, qisha tyre, si ja bot tyre. Berisha nuk e ka fare problem të tallet, fare. Edhe thot, kush tha ty e tha, që unë do takohem me Ramën, tha. Kush tha ty e? Nuk takohem unë, tha, me Edvin Drogën, tha, do takohet, ai i deleguar i. Pra pas ka në ndryshim të madh që do takohet Berisha me ata. Kjo klasë politike dhe ky sistem politik ordiner që po e fundos Shqipërinë dhe po e falimenton, nuk është gjë tjetër përveç se sistemi ordiner politik i cili është rezultat i një marrëveshje të pisët tjetër ndërmjet Edi Ramës dhe Sali Berishën, ndryshimet e kodit zgjedhor në 2008. Dakord? Ndryshimet e kodit zgjedhor për të cilat Ilir Meta hyri ku në grevurie. Ilir Meta të shesh në burg, Erion Velia është në burg, gjithë janë në burg, Bela do shkojnë në burg, kanë ngel 2 komandantët të lojës në thejnjishit. Edi Rama dhe Sali Berisha. Po si rinë këta me njëri tjetrin? Ja ju ja tregoj unë si rinë dhe si bashkohen dhe si ndahen. Skeçi për popullin duhet të jetë që këta janë në luftë me njëri tjetrin, që besohet narrativa edhe brenda, edhe në lojën e jashtme, që ka opozit dhe ka majorancë. Po si o kreshnik që në kanë bashkë, ma mushet menja mu, thot pse s'dashka Saliu me ardhë pushtet, ju a tregoj unë tani si janë bashkë.
këta, jo vetëm që bëjnë biznes bashkë, por këta kanë një mesazh tani për Washingtonin që duhet patjetër. Çfarë ju kam thënë para 1 jave, para 2 javëve? Ju kam thënë me tekst, ata që e kanë dëgjuar, ju kam thënë Sali Berisha është duke pritur mesazh nga Washingtoni. Cili është mesazhi? Berish futun loj, do të hiqet non grata, futun loj dhe hajde ti në vend të Ramës. Çfarë bëjmë? Shkarkojmë popullin, shkarkojmë urrejtjen popullore dhe ruajmë sistemin. Amerikanët duan të ruajnë sistemin. Perëndimi, Europa, Amerikanët, BE-ja duan të ruajnë sistemin. Pse? Sepse nuk kanë problem, e kanë problem të madh që popujt të dështoj sistemi, sepse shkon bota në anarki, shkon kaos. Ndaj i thonë Ramës zhduku tani. Kupton? Pse i thonë zhduku? Zhduku sepse populli ka ardhur këtu. E shiti Europa nuk e mban më dot Ramën. As Erdogani nuk e mban më, ja ka ftof hallën, ja ka fik telefonat. As Meloni nuk e çoi më, po shkon tani ke Mohammed bin Zayedi, sheiku i Emirate Arabe, po tenton ke princi i kurorës në Arabi Saudite, nga s'po shkon gjeni që të ngeci. Problemi është që nuk e mban më dot sistemi, sepse rrezikohet sistemi. Populli beson që s'ka më, nuk ekziston liri, demokracia rren atë gjitha. Dhe çfarë bëjnë? I thonë Ramës zhduku. Tani Berisha thot, a do ma heqin mu në ngratën si që bon me Dodikun atje në Republika Srpska? Këtu është lepuri. Por do ju bëj një emision të veçantë për këtë, sepse është shumë e rëndësishme. Fjalë për fjalë ju a kam shpjeguar çfarë po pret Berisha. A e pa dje iku Dodikut ajo në ngrata. Berisha do të ndërroj tani që t'i hiqet në ngrata. Dhe i thotë Ramës, do bashkëpunojmë bashkë, do ulim numrin e deputetëve. Do bëjmë reformë territoriale, do ulim numrin e deputetëve, do bëjmë senat, do bëjmë kongres, do ta paksojmë në 100 numrin, sepse sa më i pakët të jetë numri, aq më e madhe është mundësia e Ramës dhe e Berishës për t'i kontrollu. Mundësisht t'jen 50 deputet, 40. 20 Rama, 20 Berisha, ose 15 njëri, 15 tjetër dhe shpërndajmë edhe 4-5 mandate për ca kuklla që i kemi shpik vetë, parti që i kemi shpik vetë dhe ja kemi servir popullit si parti të reja. Dakor? Tani, o Kreshnik, po bëu pak më realist, na sill në një argument më vlla që ta besojmë që këta janë bashkë. Ja, jo a tregoj unë tani. Berisha është lojtar agresiv. Po të futin target të shkrin kockat. Është opozitar që bën opozit agresive, gjuan fort, të gju poshtë brezit, të hyn familje, të hy ke libri dasmës, të hy ke gruja, ke motra, ke vllai, ke tezja, ke xhaja, po të futi Berisha në kuadrat. Dakor? Vetëm para pak ditësh, Edi Rama merr i jep një bashkëpunëtori të ngushtë të Partisë Demokratike. Tash do ju tregoj si bashkëveprojnë këta, njëri me Gülenin edhe njëri me Erdoganin. Puna e Turqisë. Puna e turqve, hanëmet e Turqisë, si fshihen këtu në këtë lojë. Turqit janë biznesmen. Kapin e i tender, kapin e i lek, ta qojnë atje në Stamboll, ke veni vetë, shumë bukur. Siç vin Greqia, siç vin Gjermania, siç vjen Franca, Italia, Greqia, kush të vi këtu, kapin e i lokëm, ta qoj ke shtëpia vetë, bukur shumë. Me kompani, me koncesione, me tendera, me gjëra. Një pjesë i marrin oligarkët këtu brenda, një pjesë i marrin kompanitë e ambasadave. Kështu funksionon, që ta dini ju si funksionon kjo historia tendera. Turqit, Rama lun me Erdoganin, Berisha lun me Gülenin. Gülenistët kanë qenë vazhdimisht në mbështetje të Berishës dhe kanë qenë pranë tij. Kreu i Gülenistëve në Shqipëri është zoti Klodian Allajbeu, pronari i Spitalit Amerikan. Spitali Amerikan është një nga pronat e jashtëzakonshme që ka në Shqipëri Klodian Allajbeu, ky oligarku. Këtë e thirri BKE-ja dhe SPAK-u për kontrollin e përhetimin e
koncesioneve të dializës. Berisha nuk e ka përmend kur me gojë, kur. As ka lejuar njëri që ta hetoj. Edhe pse koncesioni i dializës është atje tani spak. Berisha kur se ka lejuar këtë. Pse? Sepse Edi Rama i ka ndarë rolet. Njëri do të luaj me Erdoganin, Berisha do të luaj me Hasmin e Erdoganit. Rolet janë ndarë mes Ramës dhe Berishës. Hasmi i Erdoganit, që Erdogani Baba Tayyip i thot organizata terroriste FETO përla pare, ropt e Erdoganit përlajnë pare. Njëri i përla pare me Berishën, tjetri i përla paret me Edi Ramën. Këta tani kujtojnë se Amerikanët i hanë këto dhe nuk i din. I dika Kreshnik Osmani këto punë edhe nuk i dikan Amerikanët. Kanë dalë këta të shkretët në myftinin e Shkodrës, e përshëndes myftiu në Sytari, e kam mik. Kanë dalë dhe po kërkojnë nga komuniteti musliman të ndihmoj se po i hikën vakëfi bashkë me patriarkanën ortodokse të Shkodrës, po kërkojnë pronën e tyre, do t'i marrin pronën. Edhe po presin nga komuniteti musliman që t'i shpëtoj këtyre pronën. O Muhammed, o vlla im, o myftiu Shkodrës, o vlla im, o patriarku, çfarë e krye prifti ortodoksi Shkodrës. Mos prisni nga qendra, nuk kanë për t'ju bërë gjë. Janë i kontrollon të gjithë Edi Rama me Sali Berisha. Komuniteti musliman kontrollohet nga grupi Gülen. Grupi Gülen mbështet Berishën nga njëra anë, nga ana tjetër i merr tenderat nga Edi Rama. Edi Rama i thot babës Tayyip që po luftoj me terroristët e Gülenit. Edhe i vras, i heqin qafe këto kokrat e vogla në terren. Në fakt, turqit e ndarë në Gülenist dhe në Erdoganist, të dy përlajnë hisën e vetë. Njëri me Berishën nëpërmjet Ramës, tjetri nëpërmjet Ramës direkt, nëpër tendera, nëpër tunele, nëpër llogarara, nëpër gjëra. E kuptuam lojën. Tani këto i di Kreshnik Osmani dhe nuk i di ka kush SPAK-u, BKH-ja, FBI, Amerikanët dhe kështu me radhë. I di të gjitha. Ku fshihet lepuri? Ministria e Shëndetësisë, mbani mend këtë bjonden, kjo shkencëtarja Evis Sala, Ministria e Shëndetësisë që e vuri Rama dhe e thirri ke podcasti. Kjo që bën shkencëtare ku isha unë, po durosh më shumë se durimi nuk ka për të qenë si durimi dhe po e bëm, nuk do ta bëjmë dhe për të bërë që e bëm, për ta bërë do ta kishim bërë. Filozofe kjo, është PhD. Evis Sala është e punësuar ke Klojdian Allajbeu i Spitalit Amerikan, ku tek Universiteti Western Balkan i rrjetit Gülen në Tiranë. Western Balkan University ka pat për rektore këtë zonjën Evis Sala, që është sot ministre e Shëndetësisë. Nga rektore e fakultetit të Klojdian Allajbeut, ku merrte 20.000 euro në muaj, kaloi ministre e Shëndetësisë. Rama i thot Erdoganit po luftoj me Gülenin. Kuptoni ju? Të shi, o por re Rama, o por re Erdogani, o por re të dy bashkë. Po kujdesni të shi, dëgjoni mirë. Skemat se si luhet me gjakun tuaj dhe me gjakun e shqiptarëve. Kjo shkencëtarja, që quhet Evis Sala, sa hyp ministre, pa e ngrof koltukun mirë, 25 milion euro koncesion shtyhet për spitalin Amerikan të Klojdian Allajbeut, të punëdhënësit të saj tek Western Balkan University. Dakor? Ky koncesion shtyhet me 25 milion euro, i gjithë koncesioni fillimi ishte 120 milion euro, dhe është objekt i hetimit të SPAK. Tashmë, edhe pse është objekt i hetimit të SPAK, vjen kjo shkencëtarja bjonde nga Universiteti i rrjetit Gülen, e bë Rama ministre, i shtyn për 5 vjet koncesionin Klojdian Allajbeut të Spitalit Amerikan dhe deri në 2031 Myftinia e Shkodrës pret që t'ja zgjidhi
Hallin komuniteti musliman. O vllai, mo mifti, janë shitur gjithë më të keqen. Lutjuni Zotit nga mëngjesi deri në darkë, të shpëtoj Shqipërinë, nuk keni shpëtim. As ju, as ortodoksët e ndershëm, as muslimanët e ndershëm, jo vakëve. Ua kam thënë, ka vite, edhe njerëzit e shtëpisë edhe veshkat kanë për të ardhur për t'ju marrë. Në qoftë se nuk bëheni bashkë. Veshkat do ju marrin. Shqipërinë po, e thethin, e jugun, e Durrësin, e Rivierën, e naftën, e gazin, e kromin, e pronat, këto nuk diskutohet fare. Edhe veshkat do ju marrin, këta. Sepse janë bashkë. Myftinia e Shkodrës me patriarkanën e Shkodrës ortodoksët kërkojnë vakufin se pas kanë pjesë për bashkët atje. Këta janë bëjnë tendera me Ramën dhe me Berishën. Klodiana Llojbeu dhe sekti Gülen mbështet Berishën sepse Berisha i bie Erdoganit. Kuptoni ju? Rama lu me Berishën në rrogoz. Tani, po mirë si lidhet o Krishnik. Klodiana Llojbeu me Berishën. Ja jo të regoj unë tani. Djali i Berishës ka i kompani. Nga shumë që ka. Bëj biznes, shumë mirë. Mirë se të bëj biznes. Gjithë çdo kush ka drejt bëj biznes. Kompania e djalit të Berishës është Logal SHPK. Dhe ka 100% aksiona. Ky shkon merr kredi, kjo është vetëm një rast i vogël, 1.8 milion euro ku ke Intesa San Paolo Bank. Personi që lehtëson kredin tek Intesa San Paolo është kush? Albina Mancuka, gruaja në letra e kujt e tigrit a arratisur në Zvicër që rrin dhe bilbilos ke televizioni Çim Pekës, televizioni i familjes Berisha. Albina Mancuka është gruaja në letra e Arben Ahmetajt, e cila ka lehtësuar kredin ke Intesa San Paolo për Logal SHPK, kompani e kujt? E birit të Berishës. E trashëgimtarit të fronit zotit Berisha Junior. Ky zotnia, që ka gjithë drejtën e zotit me bë biznes, të pastër, ka merr kredi ke Intesa San Paolo me ndihmën e kësaj zonjës, gruas së Ahmetajt, dhe shkon e bën notarizimin tek Ridvana Ruçi, vajza e notere, vajza e Gramoz Ruçit, se s'kishte notere tjetër gjithë Shqipërinë, përveç Gramoz Ruçit, gocës Gramoz Ruçit. S'ka një shkelje këtu, sigurisht, goca Gramozit do punoj dhe ajo, notere është. Kjo kompani e birit të Berishës blen pronë atje në Vor, pranë Gërdecit, dhe i merr Qeran, ke prona e tij futet kompania që merret me lulet mjekësore e Klodian Llojbeut. Klodian Llojbeu tani paguan shumë maramendse për këtë tokën që ka bler i biri Berishës, dhe i quan me ato paret që merr nga Klodian Llojbeu, ky lan kredin ke Intesa San Paolo. Prandaj ju nuk e keni dëgjuar kur Berishën, as do ta dëgjoni të flas për korrupsionin dhe për koncesionin që lëshon ministria e Klodian Llojbeut, që tashmë është ministre e shëndetësisë, e Edi Ramës, merr prap zgjat koncesionin me 25 milion euro, që janë 23 miliard lek. Dhe Berisha del dhe i thot popullit, unë nuk bashkëpunoj me Ramën, as për territorin, as për kodin zgjedhor, as për parlamentin, as për politikën, thot, por do të shkoj i deleguari im. Dakord? Pse duhet të jenë bashkë? Duhet të jenë bashkë që të mbajnë jashtë të gjitha korrentet dhe t'i thonë Amerikës, ju a kam thënë, o hiqi Berishës non gratën, ose nuk hyni dot, nuk çani dot në Shqipëri.
Ky është mesazhi, qartë? Rama dhe Berisha, njëri punon dhe i thot Erdoganit, Abi Arkadash Erdogan, unë t'jap baba ty qa do t'i hisën tate, biri kompanit turke këtu, ja shtojmë tenderin nga 150 milion e bëjmë 200 milion, a i nuk bën as i gjë turku, fut 50 milion që në eurove ke xhepi, punën e bën ky Gjoka Konstruksion, si nën kontraktor, i shko paret edhe Belindës, edhe Ramës, edhe gjithë sektit. Altin Dumani i di këto tani, por a ka këllqe me çu për para apo jo, kjo do varet nga qëndrimi i amerikanëve. Tani, unë po ju them ju që loja është që këta janë të gjithë bashkë. A do bëheni bashkë të shpëtoni? Mirë. Nuk bëheni bashkë, të gjithë do të luajnë pragmatizmin. Ju do të kuptoni që nuk ka rezistencë, unë do të kuptoj që s'ka më popull dhe secili do të luajë sipas shefit vet. Dakord? Loja është kjo. Nëse keni sy me e hap, me e kuptu, mirë. Nuk keni sy me e kuptu, bëni si të doni. Po ç'a të bëjmë ne o kreshnik? Ju keni shumë mundësi me bërë. Dhe hapi i parë është të kuptoni lojën dhe sa e pisët është loja. I kuptuam si bashkëpunojnë, i kuptuam si lidhen, kjo është vetëm maja e icebergut. Ti dini se çfarë luhet nga poshtë, sa e madhe është loja, Amerikanët këto i dinë gjitha. FBI, CIA i dinë gjitha. Shërbimet gjermane i dinë gjitha. Lojën që bëhet i dinë të gjitha. Loja e Ramës me Erdoganin, Berisha me Gylenin, si takohen bashkë, si i kanë ndarë rolet dihen. Shqiptarët dihen, e ardhmja e rajonit dihet, vetëm i gjës dihet. Keni vendos me jetu me nder, apo me vdek të poshtrum. Keni vendos të vdisni me rroft Shqipnia në gojën tuaj, apo shkoft në ferr Shqipëria me qa ka brenda, sepse është popull që meriton zhdukjen. Këtë e vendosni ju. Unë kam detyrë t'ju a them të gjitha, ashtu siç janë. Mos kujtoni se kreshniku është budalla. Mos kujtoni se kreshniku nuk kupton. Mos kujtoni se kreshniku nuk ju kupton ju. Unë i kuptoj edhe ata, ju kuptoj edhe ju. Nga reagimet poshtë, nga mënyra se si thoni, mënyra si flisni. Qofse do të bëjmë Shqipërinë, duhet bashkohemi bashkë. Nëse nuk e bëjmë dot Shqipërinë, do të vazhdojmë të flasim për historinë, derisa la lejoj historia dhe caktimi i të madhit Zot të jetojmë sipër tokës. Kjo është kurthi, është i madh. Loja është e pisët, loja është e ndyrë, lutni Zotin të bëheni bashkë dhe t'ju jap një dorë. Aleati i madh i Shqipërisë dhe aleatët e Shqipërisë që të shpëtoni nga ky krim, nga ky tmerr, nga ky llum, nga ky pislik, nga kjo anti-shqiptari, nga kjo barbari. Përndryshe më vjen keq. Jeni një popull i zhdukur që nuk do të jetë më në histori për një afat që nuk e di kërkush ta përcaktoj. Zoti qoftë me ju, Zoti qoftë me ne, Zoti e bekoft Shqipërinë. Ju faleminderit për kujdesin, për kohën tuaj të çmuar. Të gjithë ju që nuk e keni bërë, bëni subscribe kanalit, çojeni pjesës tjetër të shqiptarëve të ndjekin, të dinë këto biseda, këto zhvillime, këto të vërteta për historinë. Kaq kishim për momentin, të tjera zhvillime kanë vijim, por ju do t'i ndiqni në numrin e ardhshëm. Miru takofsh.